shkrimi sot nga deputetët gjitha partive politike, nuk e di të vendosë sa janë pjesë e kësaj apo jo. Jo, nuk janë pajtuar që të Kjo është një mesazh, do është një sinjal shumë i mirë që pavarësisht se si do të jetë përbërja e qeverisë në të ardhmen, do ta ketë mbështetjen sa i përket masave. Dhe ish dashur edhe qeveria që në detyrë se pavarësisht cila parti politike do të jetë, unë besoj që nuk janë kundër zhvillimit ekonomik të Kosovës ose kundër bizneseve të Kosovës. Dhe ish dashur që të zotohen për një 50 ose 60 milion varësisht sa nevojitet ajo shumë që të mbulohet me një subvencionim nga ana e qeverisë Republikës Kosovës për të mbrojtur bizneset, për ta mbrojtur ekonominë e vendit tonë. Pse nuk reagojnë, nuk e di pse nuk reagojnë. Ata janë duke marrë vendime, edhe pse po janë ministra në detyrë, kryeministri në detyrë janë duke marrë vendime, po edhe në qoftë se nuk kishin me marrë vendime, ky vendim i këtij lloji për ta mbështetur me këtë pjesë të subvencionimit biznesin për të mos dalë në tregun e lirë, do të ishte çështje mbrojtjes së interesit publik. Çështja e energjisë elektrike ka të bëjë me interesin publik. Dhe askush nuk do të kishte të drejtë, nuk do të kishte mundësi që ta akuzoj që është marrë një vendim i gabum nëse është marrë për mbrojtjen e interesit publik, këtë rast për mbrojtjen e biznesit dhe ekonomisë së vendit tonë. Po, da pajtoheni me zotrina Xhimusa kur po thotë se mund të jetë edhe reagim i vonuar në këtë rast edhe nga bizneset edhe nga Oda, me qenë se nuk është analizuar shumë më herët. Po, pajtohem absolutisht, po ne nuk kemi qenë njoftuar më herët. Fatkeqësia është që këtu ka mungu këto 3-4 vitet e fundit edhe dialogu. Dhe ne kur jemi njoftuar me njëherë se janë kryer zgjedhjet, domethënë në fund të shkurtit fillimi i marsit ka qenë, kur jemi njoftuar nga ana zyrtare që bizneset me një qershor duhet të dalin në tregun e hapur. Deri në atë ditë ose atë datë kur është nxjerrë njoftimi dhe ato jo që na është drejtuar neve si Od, ne kemi parë në media. Edhe në atë moment kur e kemi parë në media, ne kemi marrë hapa dhe kemi thirrë kryetarin e bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, zotin Fejzullaj, dhe ai ka ardhur i ka takuar afër 100 biznese në Odë ekonomike. Dhe ata e kanë shpreh si tema të brengën ose shqetësimin, ende pa ditë se sa çmimi i hapur në tregun e hapur në bursat. Për shkak se të gjitha kontratat, sidomos për prodhues, se për gjithë bizneset ne e kemi shqetësimin, po më shumë më i theksuar është te prodhuesi, te prodhimi vendor, se kemi ngrit me shumë mundi, edhe nuk kemi shikoni bilancin tregtar sa e kemi, edhe në këtë 4 muaj na është thellua dhe më shumë, prej 15% sa e kena mbulu bilancin tregtar vitin e kaluar, tani kemi rënë në 12%. Për 4 muaj 2 miliard, mbi 2 miliard kemi importuar madhra, ndërsa 256 milioni kemi eksportuar vetëm. Dhe çka, po shndrohemi në treg ku po na shfrytëzojnë të gjithë, sidomos vendet e rajonit. Dhe kërkesa ka qenë që na japni më shumë kohë se kontratat tani vetëm i kemi lidh për minimumin 1 vjet, dhe nuk e 1 vjet, dhe nuk kena mundësi që të ndryshojmë në mesvit kontratat. Pra po theksoj që të shpresoj që të na dëgjojnë si qeveria në detyrë, si zyra rregullatorit të energjisë elektrike dhe të marrin veprime që ta mbrojmë biznesin, ta mbrojmë ekonominë, po edhe të përgatitem ato që po thotë zoti Xhimusa, që ta bëjmë një plan bashkë dhe ta caktojmë datën se kur do dalin. Po të njëjtën kohë na qëndrojmë mbrapa edhe qeveria me subvencionim në rast